Për shumë musliman, xheneti është qef. Nuk boft këgja mirë bëhet. Apo, që kaq? Inshallah, qef kem, apo. Ama, jena në zonë një herë, apo. I kena do punë tjera, ama kismet, kur... Sa prioritet? është të në fund dikun. Nuk boft mirë. Shkan në ahiret, të Allahu shkan, dhe me thonë, me rastësi. Helbet mos po... Më shkan njëri kështë të lava. Që shkan kështë? Për në dikush më njësë në aeroport pa bilet. Ska rëzim, ska kur gjafë. Helbet nështë të jetë një kari qpras, më dojnë pa pare me uthua. A bëna kje është Allah ile me shku dikush në aeroport. Me përvu e burë. Edhe me thuj, qa bëhet me thuj, kur që në burë nuk stin. Ja, po sa vepër penale kjo. Me përvu e burë, e vetë aty, më fali me që kamit në vend qpras. Po edhe kamit. A një sa shkon qpras, ta ban me juve që aty në apëtën. Qa zbot nuk me burë. A të merë kur që shtu t'ju lavën. Pa në aeroplan s'merë kur, dhe pse veni qpras të kur që s'merë, a të merë dikush. S'merë. A i në gjenet dhe me shku hop mërësh, mos helbet u me dikun në i vend qpras gjenet që ati me abzot i mua. Po jo në shku dhe shtu në gjenet të lavë. Me pas prioriteti, me pas dërte, me pas gale, me marrë me këtë punë, Allah. Me rasia, gjithë kënë blin bileta, gjithë kënë rezervan, angazhohet, e din kohën, e din krejt, pagun, pëse s'bën ryshe. Na hiret, kismet, isha Allah, falë, zote. Po, na falë, po, kur të blina biletën, pa biletës të falë, a këmë dënë, normal. Ndaj të rëndë, së është prioritet, duhet më u prioritet, me kënë interesant, me kënë pikë e rëndësishme ditore, ahireti, shkak se pa te nuk qëndron besimi, nuk funksionan. Nuk funksionan. Prandaj, nëse lexon tek shtjellimet e dietare që flasin për ndikimin e këtij besimi në jetën e besimtarit, për rëndësinë e këtij, do të shohësh atë sa gate kanë përmend. Nuk ka pore tjetës që nuk ka ndikim ahireti në përmirësimin e ati aspekti jesor dhe në funksionimin e mirëfillt të ati aspekti edhe për vetë-vetën, edhe për shoqërinë, edhe për botën tjetër. Është interesant. Veç që ato aspekti me i përmen, ishtë da është një javë menet në ferizaj me juve që do. Nëse një musliman beson ditë gjykimit, qëfar pritshmëri kemi për që ati njëri apëtën? Ki pa kur për shembull investon në një biznes saktum, ti nuk është me investu pa pritshmëri, apo? Me thonë, po investoj pritshmëri tua, s'kam pritshmëri, nuk bëvë diqka ja është. S'investon kështu, apo? Investon se pritshmërit e tua janë me dyfishu pasurinë, ose me rrit pasurinë. Pse? Pse tregu, po e kërkan, është malli, ka arsye të caktuar që ti e keni pritshmëri reale atë. Ti e rrit djalin tënd, vajzën tonë, edukoni shkollën, pse? Pritshmërit e tua janë se nesër kanë me qenë të bishëm, me të respektu, me të zbarë tyrën. A janë qëto pritshmërit e tua, po? Në kejtë gjithë një ka pritshmëri, pret, po nuk pret në thatë, pret me investim, pret me angazhim. Mirë, nëse na themi që kaq është i rëndësishëm, që ky aspekt i besimit. Dhe nëse që ky aspekt i besimit është funksional, po flas, është funksional, jo deklarativ, jo me do në shashme në fala beson, në din gjykim po beson, e mirë, ti ja beson, jo kështut, jo. Po që kështut, elhamdulillah. Për që shtu që beson që ka gjenet, ka Allah, 94% ka dhe po. Alhamdulillah, për që ka atë mirë i kena punë. Ta është, dhe ne me shku një për para. Nga deklarimi me shku të funksionimi. Ta është duhet me e funksionizu. Njerëz gjënë deklaru që në musliman, është në rregull, po. E hajtë ta është që këtë deklarim ta shëndrojmë në funksionim. Këtë deklarim ta shëndrojmë në lëvizje, në ndërtim, në ndikim, në përmirësim. Nga se roli i fesër me të përmirësu si individ, me të bo produktiv, do beshëm për vendin tënë, popullin tënë, për njerëzimin, i cili me angazhimin e ti e ndërton botën tjetër. Që kjo muslimani?